Nga kanë ardhur turistët nga gjithë bota për ta festuar vitin e ri në Korçë dhe në Shkodër. Na thuaj Renato si fillim dhe më pas Tonin. Në Shkodër, sidomos ato po themi një shkodrane që jetojnë jashtë, kanë sjellur pothuajse të gjithë nga një familje ose një mik të tyre. Nga vendi që kanë qenë. Për të shikuar dhe për të dalluar atë ndryshim që ndoshta më përpara nuk ka qenë kështu dhe për të krijuar këtë atmosferë festive që kalojnë diku tjetër. Pra i kemi ftuar edhe sepse Shkodra dihet është ajo burimi i kulturës edhe i burë nga shpirti ajo mikpritja. Edhe kjo gjë e bën edhe më kompetitive. Po themi do të Renato nga cilat vende? Po ka nga Europa pa diskutim, por edhe nga Amerika dhe Australia ka patur të huaj në Shkodër. Që kanë vërritur në Shkodër për ta festuar aty natën e ndrimit viteve. Në Korçë Tonin, nga kanë ardhur? Atëherë, më së shumti janë nga Shqipëria, nga qytetet të ndryshme, nga Kryeqyteti, nga Durrësi, edhe nga Shkodra ka pasur, nga Vlora, pra, pothuajse nga gjitha qytetet kryesore të vendit, nga Elbasani, kanë qenë të pranishëm edhe në natën e Krishtlindjeve dhe kanë rezervuar vende në hotelet, bujtina dhe shtëpitë price edhe për festat e fundvitit. Por, në lejoni të them që ka shumë emigrant, korçarë të cilët jetojnë e punojnë në shtetin fqin të Greqisë. Ashtu siç ka vetë pjesa më e madhe vijnë nga Greqia. Vetëm në 4 ditët e fundit në pikën e kalimit kufitarët e Kapshticës kanë hyrë nga vendi fqin në vendin tonë më shumë se 36.000 shtetas, ku një pjesë e mirë e tyre janë nga qytetet kryesore të juglindjes së vendit, të cilët zgjedhin Korçën për të kaluar pra festat e fundvitit. Por sigurisht ka patur edhe shtetas në vende të ndryshme evropiane, madje në një kronik që kam bërë për Krishtlindjen dje në qytetin e Korçës, kam intervistuar 2 shtetas gjerman të cilët kishin zgjedhur Korçën për të kaluar natën e Krishtlindjeve. Fantastike.